Pas moshës 50 vjeçare, organizmi ynë ndryshon. Zemra, e cila ka punuar pa pushim për dekada të tëra, fillon të bëhet më e ndjeshme ndaj çdo gabimi në ushqyerje. Shumë njerëz mendojnë se frutat janë gjithmonë të shëndetshme, por e vërteta është se disa prej tyre, kur konsumohen pa mas, mund të jenë të rrezikshme. Ato përmbajnë shumë sheqer në të fshehura, ndikojnë në tensionin e gjakut dhe lodhin trupin në vend që ta ndihmojnë. Sot do të ndalemi tek 5 frutat që pas moshës 50 vjeçare mund të shkaktojnë infarkt nëse konsumohen shpesh ose në sasi të mëdha. Fruti i parë, hurmët. Hurmët njihen si një nga frutat më të ëmbla dhe më energjike. Një hurmë vetme përmban një sasi të konsiderueshme sheqeri natyral, i cili për trupin e një personi mbi 50 vjeç nuk është gjithmonë i lehtë për t'u përballuar. Konsumimi i shpeshtë i hurmave shkakton rritje të menjëhershme të sheqerit në gjak, duke vënë në rrezik zemrën. Për më tepër, hurmat janë shumë kalorike. Shumë njerëz i konsumojnë si një zëvendësues për ëmbëlsirat, por pa e kuptuar, mund të shtojnë peshë. Mbi pesha është një faktor i rëndësishëm rreziku për infarktin, sidomos pas moshës 50 vjeç. Një tjetër problem është se hurmat rrisin edhe nivelin e triglicerideve, yndyrnave që bllokojnë arterjet. Kjo ndodh veçanërisht tek personat që i konsumojnë të thata, pasi aty përqendrimi i sheqerit është edhe më i madh. Një grusht hurmash të thata mund të përmbajë më shumë kalori se sa një vakt i plot. Shumë mjek paralajmërojnë pacientët e tyre që kanë probleme me tensionin, diabetin ose kolesterolin që hurmat t'i konsumojnë shumë rrallë. Tek këta pacient, efektet negative të hurmës mund të përkthehen në lodhje të zemrës, bllokimet e enëve të gjakut dhe përpasoj infarkt. Pra, edhe pse hurmat duken si një frut i pafajshëm, për njerëzit mbi 50 vjeç, ato mund të kthehen në një kërcënim të fshehur për shëndetin, zemrës. Zgjidhja është të mos i konsumoni çdo ditë, por vetëm her pas here dhe gjithmonë me mas. Fruti i dytë, rrushi. Rrushi është i njohur për ëmbëlsinë dhe shijen e tij të veçantë, por pjekarisht kjo ëmbëlsi përbën rrezikun më të madh. Rrushi ka përmbajtje shumë të lartë glukoze, e cila pas moshës 50 vjeç mund të rrisë shpejt nivelin e sheqerit në gjak dhe të dëmtojë arterjet e zemrës. Shumë njerëz e shohin rrushin si një frut të shëndetshëm sepse është i pasur me antioksidant, por harojnë se një tas i vogël me rrush mund të ketë aq sheqer sa një çokoladë plot. Ky sheqer nuk është i padëmshëm. Ai ushqen yndyrnat në gjak dhe përshpejton procesin e bllokimit të enëve të gjakut. Një tjetër problem i rrushit është se ai rrit nivelin e acidit urik. Tek njerëzit mbi 50 vjeç, kjo mund të shkaktojë edhe dhimbje në kyçe dhe lodhje të trupit. Kështu, rrushi, nga një frut i dobishëm, mund të bëhet barë për shëndetin. Nëse keni diabet ose tension të lartë, rrushi është edhe më i rrezikshëm. Edhe pak kokra shtojnë sheqerin në gjak dhe lodhin pankreasin. Kjo është arsyeja pse mjekët këshillojnë që rrushi të konsumohet shumë rrallë dhe në sasi të kufizuara. Pra, edhe pse duket i shëndetshëm, rrushi nuk duhet të jetë pjesë e përditshme e dietës pas moshës 50. Konsumoni vetëm pak kokra dhe gjithmonë shoqërojeni me ushqime të tjera që kanë fibra për të ulur efektin e sheqerit. Fruti i tretë, mangoja. Mango është një frut egzotik që shumë njerëz e shijojnë për aromën dhe shijen e saj të ëmbël. Por ajo ka një indeks glicemik shumë të lartë, që do të thotë se rrit nivelin e sheqerit në gjak shumë shpejt. Ky ndryshim i menjëhershëm është veçanërisht i dëmshëm pas moshës 50 vjeç. Kur sheqeri rritet me shpejtësi, pankreasi detyrohet të prodhojë shumë insulin. Me kalimin e kohës, ky proces e lodh trupin dhe rrit rrezikun për diabet dhe probleme të zemrës. Tek personat që tashmë kanë kolesterol të lartë, kjo kombinon dy faktorë rreziku për infarkt. Mangoja gjithashtu është shumë kalorike.
Shumë njerëz e konsumojnë si smoothie ose në sallata frutash, duke harruar se një mango e vetme mund të përmbajë më shumë se gjysmën e sheqerit të nevojshëm për një ditë të tërë. Për dikë mbi 50 vjeç, ky është një shok për organizmin. Një problem tjetër është se mangoja mund të shkaktojë edhe fryrje dhe probleme me tretjen, duke ndikuar negativisht tek metabolizmi. Kur trupi nuk arrin të tres mirë ushqimet, zemra është e para që vuan. Prandaj, edhe pse është e shijshme dhe e pasur me vitamina, mangoja duhet konsumuar me shumë kujdes. Për një person mbi 50 vjeç, një copë e vogël mango her pas here është e mjaftueshme, jo çdo ditë. Fruti i katërt, shega. Shega shpërmendet si një frut i shëndetshëm i pasur me antioksidant që mbrojnë trupin nga plakja. Por pak njerëz e dinë se kur konsumohet në sasi të mëdha, sidomos si lëng, ajo mund të rrisë tensionin e gjakut. Një gotë lëng shege duket e pafajshme, por në të vërtetë përmban një sasi të madhe sheqeri. Për dikë që ka kaluar moshën 50, ky sheqer rrit rrezikun për bllokimin e enëve të gjakut dhe për infarkt. Lëngu, ndryshe nga kokrat, nuk ka fibra dhe përthithet menjëherë nga trupi. Një tjetër problem është se shega ndikon tek disa ilaçe që përdoren për tensionin ose hollimin e gjakut. Kjo do të thotë se mund të dobësoj efektin e ilaçeve dhe të rrisë rrezikun për komplikacione. Shumë njerëz mendojnë se po bëjnë një zgjedhje të shëndetshme kur pinë lëng shege çdo ditë, por në realitet ata po shtojnë një ngarkesë shtesë për zemrën dhe mëlqinë e tyre. Prandaj, në vend të një gote të plot, më mirë konsumoni pak kokra shege dhe gjithmonë shoqërojeni me ushqime të tjera. Kështu, përfitoni nga vlerat e saj pa rrezikuar shëndetin e zemrës. Fruti i pestë, fiqt. Fiqt janë një frut shumë i dashur, sidomos në verë, por ata përmbajnë një sasi të madhe sheqeri natyral, i cili tek njerëzit mbi 50 vjeç mund të shkaktojë probleme serioze. Sheqeri i fikëve rrit nivelin e triglicerideve në gjak. Këto yndyrna ngjiten në muret e arterieve dhe bllokojnë qarkullimin. Ky proces është një nga shkaqet kryesore të infarktit. Fiqt gjithashtu shkaktojnë fryrje dhe probleme me tretjen tek shumë persona. Kur zorra ngarkohet, presioni në trup rritet dhe kjo ndikon drejt për drejt tek zemra. Shumë persona mbi 50 vjeç ndihen të rënduar dhe pa energji pas konsumimit të fiqve. Fiqt e tharë janë edhe më të rrezikshëm. Një grusht fiq të tharë ka aq shumë sheqer sa një ëmbëlsirë e madhe. Shumë njerëz i konsumojnë në dimër duke menduar se janë të shëndetshëm, por në fakt i ekspozojnë enët e gjakut ndaj dëmtimeve serioze. Prandaj, nëse i doni fiqt, konsumoni vetëm pak, herë pas here. Pas moshës 50 vjeç, ato duhet parë më shumë si një trajtimi i rrallë dhe jo si një pjesë e përditshme e ushqyerjes. Mbyllja dhe këshilla. Të gjitha këto fruta kanë vlera ushqyese, por pas moshës 50 vjeç, ato duhen konsumuar me kujdes dhe gjithmonë me mas. Zemra është një organ i ndjeshëm që vuan nga çdo tepric. Është më mirë të zgjidhni fruta me më pak sheqer, si mollët, portokallet apo boronicat, të cilat janë më miqësore për zemrën. Kujdesi ndaj ushqyerjes nuk është thjesht një dietë, por është mënyra më e mirë për të shmangur infarktin dhe për të jetuar gjatë. Mos harroni të bëni like, të abonoheni në kanalin Doktori juaj dhe ta ndani këtë video me miqtë tuaj, sepse një informacion i tillë mund t'i shpëtojë jetën dikujt.